Prejardhja e komunitetit egjiptian mund të gjurmohet në Egjiptin e lashtë, në Kosovë. Ky komunitet thuhet se ka filluar të jetë aktiv në jetën publike në vitet 1990, kur filluan të organizohen organizata politike dhe të shoqërisë civile. Kosova përmes institucioneve dhe legjislacionit të saj një identitetin e veçantë të komunitetit egjiptian dhe i trajton ata si të tillë. Ata janë të përqendruar kryesisht por jo ekskluzivisht në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Por sigurisht ne më shumë informacione do marrim nga e ftuara jon, e cila i takon këtij komuniteti dhe bën punë të jashtëzakonshme në shërbim të të gjitha komuniteteve, por në shërbim të komunitetit egjiptian në veçanti. Ky podcast mbështetet nga zyra për komunitete në qeverinë e Kosovës, ndërsa un kam nderin dhe kënaqësinë të kem të ftuar kolegën time, gazetare Nora Gjuzi. Nor, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë. Faleminderit që ke ardhur. Është kënaqësi të flasim për, le të themi, sfidat, sukseset, të arriturat dhe gjithçka që përjetojnë komuniteti egjiptian në Kosovë. Fillimisht nuk e di nëse në përmbledhjen time ke më shtu apo më ndryshu diçka nga ajo që thash. Jo, sepse gjatë bisedës po besoj që kanë me dalë informacione halat, shtesë në bazë të asaj çka e the, po kryesisht këto janë informacionet e para kur paraqitemi si komunitet egjiptian në Kosovë. E dim që përqendrohemi pra në vendodhjen tonë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, këto janë vendet ku jemi të përqendruar më tepër. Dhe kur flasim për komunitetin egjiptian, pyetja e parë që të shkon në mendje është si është të jesh egjiptian në Kosovë? Me shumë sfida. Kryesisht nuk të pranojnë ndoshta aq lehtë sepse me njerë të portretizojnë si pjesë e komunitetit tonë. Po nuk jemi të njëjtë. Jo kryesisht, por shumicën secili prej pjesëtarëve të komunitetit egjiptian e flet gjuhën shqipe. Kemi tradita krejtësisht tjera nga komuniteti rom. Po çka e kemi të përbashkët janë sfidat me cilat edhe pjesëtarët e komunitetit egjiptian përballen, duke filluar prej sfidave socioekonomike, diskriminimi, mosbarazia në shoqëri, edhe shumë sfida të tjera, gjë që e bën shumë më të vështirë edhe përshtatjen ose integrimin në shoqërinë kosovare. Kjo është kryesisht ajo çka komuniteti egjiptian përjeton në jetën e përditshme, po në momentin kur hin me hulumtu pak më tepër për sfidat, dalin që ato jo lehtë janë të kalueshme. Duhet shumë punë, duhet shumë mund për me të i kalu, duhet një mbështetje shumë e madhe prej njerëzve të cilët qoftë organizatat jo qeveritare, qoftë përfaqësues të partive politike, një mbështetje më e madhe për njerëz të rëndomt, për pjesëtar të cilët e bëjnë një jetë shumë të thjeshtë. Kur flasim për sfidat, do doja të ndalemi këto sfidat, le të themi, të gjithë shoqërisë, arsimi, shëndetësia, gjyqësori, të gjithë sikur i kemi një, por ndoshta sfida specifike që e prekin vetëm komunitetin tuaj? Gjendja e vështirë sociale ekonomike. Kjo është ajo e cila e karakterizon jetën e pjesëtarëve të komunitetit egjiptian, sepse po të shkosh, nuk po e them që shumica prej tyre, por një pjesë e konsiderueshme e pjesëtarëve të komunitetit egjiptian jetojnë në kushte të vështira sociale e ekonomike. Kjo për shkak se një përqindje nuk ka një shkollim adekuat për me mujt me gjetë një punë, një vend të punës, edhe pastaj kjo po shkon edhe si zinxhir. Po vjen deri te braktisja e shkollimit, po vjen deri tek fenomeni martesave të hershme, e cila gjithmonë unë për vete në punën e gazetarës që e bëj tash sa vite, në një periudhë kam menduar që ka filluar me u zhduk, me u hek ky fenomen i martesave të hershme. Kohëve të fundit e kom pa që jo vetëm që është zhduk, kjo është shtu hala ma tepër, sepse vetëm në një hulumtim në Gjakov, në lagjen Ali Ibra, ku e kom marrë guximin me hi në shtëpi, kanë qenë dikon rreth 5 shtëpi, ku kom hy edhe kom pa vajza të reja, dikon të moshës 13-14 vjeçare, të cilat vetëse kishin realizu një martesë, edhe është për keqardhje që nuk është arrit deri më tash sa kohë pas luftës, sa është punu
për këtë Kjo kauz. është përgjegjësi institucionale dhe sociale, le të themi, sepse kur flasim për institucionet edhe për martesat e hershme, ato janë të dënueshme me ligj në momentin kur kemi të bëjmë me fëmijë, janë të dy fëmijë ose një i rritur. Rasti shkon paraqitet deri tek policia dhe kur policia shkon tek familja, ku vajza është ose tek familja e vajzës ose e djalit, në momentin kur ata po deklarojnë dhe kur po e shohin që nuk po ka një sukses deri te realizimi i rastit që me marrë një vendim, atëherë edhe institucioni po hek dorë, sepse po shohin që po ka mekanizma tjerë të cilët deri më tash nuk janë kont të zbatueshëm. Ne kena ligje shumë të mira, në përgjithësi flas, por që asnjëherë nuk janë kont të zbatueshme, sidomos për këto grupe të cenueshme, ndoshta që është dashur një vëmendje pak më tepër e shtume, që Plus po flasim për fëmijë. Fëmijë të cilët nuk e din deri në momentin kur ta marrin çat vendim, as nuk janë të vendishëm, as nuk e din pasojat e tyre. Vjen deri te lindja e parë. Një vajzë e re lind në moshën 13-14 vjeçare, edhe ti kur e sheh që ajo vetë është fëmijë, edhe po lindi një fëmijë tjetër, ku është institucioni në këtë rast, për shembull spitali ku lind, po mandej shohim që këto lindje ndodhin edhe në shtëpi. Vinë smundje tjera, pastaj si pasojë mos kujdesi të duhur shëndetësor. Informacionet jo duna për shembull për ende është tabu tek pjesëtarët e komuniteteve me fol për jetën seksuale. Vajzat i shohim në moshë të re të cilat janë të mbulume, gjë që nuk jam kundër, por që shkojnë me atë idenë që mbështeten tek feja, që duhet zhvillohet, duhet bëhet një martesë e hershme qysh në moshën e re. Do thotë ka shumë fenomene në një fenomen, ka shumë ideologji në një familje të komunitetit që ata i ndjekin deri tek tradita. Po mos harrojmë që ka vajza të reja të komunitetit egjiptian, po dhe komunitetit Roma Shkali, që kanë filluar me e thy këtë tabu. Unë për veti gjithmonë kam tentu me atë sa muj me i dhonë mbështetje, sidomos vajzave. Po është edhe kjo pjesa tjetër që nuk mundesh me i gjetë edhe shumë mbështetjen prej tyne, sepse ngurojnë me u paraqit, ngurojnë mu kon pjesë publike e një suksesi nëse ato e arrin, sepse e shohin një komoditet në momentin kur e arrin një sukses, e shohin një komoditet të jetës sociale, ekonomike, gjendjes financiare, edhe nihen rahat me ato që janë, sepse i kanë arrit qëllimet e veta. Deri në momentin e arritjes së qëllimeve, ato ndoshta kanë lyp mbështetje nga rrethi, shoqëria, familja. Ka familje të cilat mbështesin vajzat. Unë gjithmonë kam luftu për këtë pjesën që me u mbështet vajzat, me u mbështet gratë, qoftë me projekte të ndryshme, qoftë prej organizatave tjera, me u shfaq në publik, me tregu historinë e tyre, edhe me vazhdu me e thyqet pjesën e tabuve që pjesëtarët e komunitetit shquhen veç për jetën e vështirë sociale e ekonomike, dhe gjithmonë kom bo thirrje çta njerëz që janë të suksesshëm, çdo gra edhe vajza të cilat e vazhdojnë shkollimin, e dalin le të promovohen, mos të ngurojnë për ato çka janë. Për shkak se është identiteti është ai që ndoshta ty ta jep vlerën më tepër në momentin kur ti e pranon. Edhe në momentin kur ti e pranon që vjen nga një komunitet i cili ka sfida, po që ti je pjesë edhe po vazhdon me dhon kontributin ton, sepse ndoshta jo shumë afër ose shumë frikë, që thojmë në gjuhën popullore, mundesh me pas efekt. Po ndoshta efektin mundesh me pa disa vjet më vonë, sepse dikush ka me të ngu, dikush ka me marrë të mirëqen fjalën tonë, edhe ka me pa që përderisa ti ke arrit me realizu qëllimet e tua, mundem të thonë, po shkoj edhe unë ka rruga nurës, ndoshta diçka, jo, po më nuk po du me personalizu, po s'po di kër me përmend, po shkoj nga rruga e qasaj gruaje të suksesshme ose qasaj studente që ka vazhdu studimet edhe ka arrit me i thy krejt ato tabu edhe me pas një jetë shumë normale, një jetë shumë mirë. Kur flasim të kjo çështje e edukimit, më intereson shumë, e dim këtë aspektin socioekonomik, por sot po flasim, kemi shkolla publike, i kemi libra të cilat po sigurohen nga shteti, dhe ndoshta është një lehtësi për mos me ndalë të themi ato 4 orë të mësimit që në shkolla publike ofrohen. Por te komuniteti egjiptian, e tham edhe pak më herët, që në masë të madhe dhe kemi ndaljes të komplet procesit mësimor. Është kjo për shkak të mendësisë më shumë? Jo,
ndoshta çato libra po ipen. Po çka mande me mjete tjera didaktike. Gjithmonë lidhet tek gjendja e vështirë sociale e ekonomike, sepse nga aty vjen për shembull që fëmia nuk mundet me pas një veshje të duhur. Ka uniforma. Disa shkolla kanë uniforma, gjë që e lehtëson për me qenë të barabartë. Po është çështja e diskriminimit që bëhet, është trajtimi në shkolla që bëhet nga ana e mësimdhënësve, mësuesve. Më vjen keq, po pra ende kemi problem me pranimin në shoqëri. Unë e ceki gjithmonë këtë pjesën që vetë kam has në shumë raste. Në momentin kur e kam qu vajzën në shkollë, kam dëgju arsimtar, kam dëgju mësuese që nuk kanë dashur me marrë në klasë fëmijë të komuniteteve. Veç pse për shkak mos me ul atë nivelin e nxënësve të cilët e kanë pas. Nuk e di çush mundën me thonë jo nuk kanë nxënës të cilët nuk ulën në bankat fundit. Kanë nxënës e komunitetit vazhdojnë me ulën në bankat e fundit. Ata ndihen inferior, madje çka e penalizon këtë braktisjen e shkollimit. Ka qendra mësimore me bazë në komunitet, në komuna të ndryshme të Kosovës, ku shkojnë për mësim shtesë vetëm fëmijët nga radhët e komuniteteve. Aty po krijohet një getoizim. Aty po krijohet një komoditet, një rahati. Në momentin që i ndajmë, atëherë sigurisht aty po krijohet një rahati e nxënësve, sepse prej orës 10 deri në ora 12 qëndrojnë në qendrën mësimore që është vetëm për fëmijët e komuniteteve, e kanë gjuhën e përbashkët, janë të nivelit të njëjtë me gjendjen e rëndë sociale ekonomike, trajtimi është i njëjtë, ushqimi është i njëjtë, mësimi është i njëjtë, niveli i diturisë është i njëjtë, edhe mandej kur ata po shkojnë në shkollë, këtu po e kemi ngecjen, këtu po e kemi problemin sepse po atakohen me një nivel tjetër të nxënësve. Sepse nuk po dinë qysh me u socializu me nxënës të tjerë të shumicës, të cilët të qëndrojnë mirë me gjendje ekonomike, kanë një veshje shumë më të mirë, kanë kushte shumë më të mira, tregojnë për jetën jashtë shkollës që e kanë një iPad, kanë një telefon, kalojnë pushime, ushqime, këto janë tregimet nga ana e nxënësve të cilët automatikisht ndikojnë edhe te fëmijët e komuniteteve. Edhe kjo ndikon që ai nesër me undi inferior edhe mos më shkon në shkollë. Edhe këtu plus shtoja që kur prindi ja bën, domethënë ta mirë, po okay mirë. Pse? Sepse ai e ka të lashën që qysh me e siguru një ushqim mandej për fëmijën e vet. Kam pas raste kur në emision kam trajtu një familje, një gru të vetme, pjesare e komunitetit, me 5 fëmijë, burri ka vdek, edhe një javë ditë janë ndërpren shkollën fëmijës për shkak se e qet me lyp. Edhe kjo është për keqardhje. Sepse me bark të unë në shkollë nuk mundesh me mësu. Na e dim këto. E tash këto qendrat mësimore kanë fillu pak a shumë, ndoshta në fillim e kom pas si të mira, po në anën tjetër kom fillu me i pa pak edhe si një problematik, sepse po i bojnë pak pasiv fëmijët e komuniteteve, sepse po ja japin atë rahatin, atë hapësirën që këta me qenë bashkë aty, pavarësisht punës mirë që bëhet në ato qendra, pavarësisht mësimit shtesë, edhe pavarësisht asaj që punohet me nxënës të komuniteteve studenta. Do mendoj që këtu ka punë në Kosova si shtet, në kuptimin e institucioneve. Në momentin që kemi të bëjmë me mësimdhënës të cilët nuk janë të barabartë me të gjithë nxënësit, në momentin që kemi të bëjmë me shkolla të cilët refuzojnë apo i trajtojnë më ndryshe fëmijët e komuniteteve, atëherë sigurisht se kemi me pas nevojë për dorën e shtetit. Unë e di që në komunën e Prizrenit, mund në kohën kur mbesa ime po regjistroi në klasën e parë, ishte bërë një diskriminim i jashtëzakonshëm dhe unë bisedova me një kolege time e cila e bëri një story dhe nga ajo e fitoi një çmim që e përshëndes tash. Kishim bërë vetëm një klasë të komuniteteve, në të cilën klasë kishte shumë më shumë djemë dhe 2-3 vajza, dhe ideja ishte që parashihe që klasë të ishin të përziera në kuptimin edhe të
baraspeshës përmes numrit të gjinisë, në mënyrë që të ketë vajza dhe djem, por sigurisht edhe në mes të gjitha komuniteteve nuk është e rëndësishme që të ndahen. Dhe më pastaj shkolla vjen me atë idenë që janë kërkesa të prindërve dhe ishte një prind aty i alarmuar që thot po e largoj fëmijën tim sepse e kanë vendosur, si të themi, vetëm shqiptar në mesin e gjithë komuniteteve, që ishte e papranueshme sigurisht, por që për shkak të ndikimit të medias u prish ajo klasë, fal Zotit, u bë një përzierje le të themi përzierje në kuptimin pozitiv. Disa nga fëmijët e komunitetit kaluan nëpër klasë të ndryshme, edhe kështu që u krijua tamam edhe ajo balanca në mes të djemve dhe vajzave, edhe normalisht nuk do duhej edhe nuk duhet me pas le të themi ndasi të tilla. Nuk është shkolla e vetme, për shkak se e di për cilën shkollë keni fjalën, e di për cilën storie bëhet fjalë. Para një viti, do të para ati rasti, para një viti, është nda klasa në një shkollë në Prizren, në Lagjën ku unë banoj, ku vajza vjen në mësimin, pikrisht me reagimin... Për Prizrenin e kisha fjalën. Për Prizren, pra, ku vajza vjen në mësimin, me reagimin që krejt rasisht më ka ardha informacion, nga një prind, e ka ditë cilit komuniteti takoj, edhe vjen shumë më besim, më thot Nur, çështu është klasa, më ka ra djali, edhe janë të i pru vetëm fëmijët e komuniteteve. Edhe vazhdoj një avdit me shku në kështu resht, me që vajzën në shkollë, edhe pikrisht prej 3 mësuseve aty që janë kun, e këshin bu përzgjedhjen e nxënësve. Edhe mësusja e cila nuk kish pas gisht, që nuk ka marrë, ka mendu që shkon si pas listës, që shkon prej drejtorit, ndasia e nxënësve, edhe për çudi kishin ra vetëm 9 fëmijët e komunitetit Rama Shkali Egjiptian që janë kun, edhe vetëm 6 shqiptar. Edhe shkoj flas me drejtorin. Thëm drejtor, kjo nuk është në rregull. Edhe lajmëroj institucionet përkatëse, merr shkolla një dënim, po prej momentit që janë largu institucioni prej asaj shkolle, drejtori prapë bashkon klasën. Edhe në atë moment vendosi me e bo gjithë shka publike, me dalë me foli vetë, edhe është shpërnda mande klasa. Po çka ka qenë tjetër interesant në atë rast, që ata fëmijë shqiptar, 6 fëmijë shqiptar, pse i kanë vendosur në atë klasë me fëmijët e komuniteteve janë pikrisht fëmijë të cilët i takojnë komunitetit, po ne shqiptarve, po kanë qenë të dopt me kushte ekonomike. Do të thot, deri ku ka shku mendësia. Dhe në Prizren ishte edhe kjo tjetra që disa fëmijë të komunitetit shqiptar që ishin pjesë e asaj klasës komuniteteve, ishin të përzgjedhur sepse vinin nga rajoni. Dhe aty ishte diskriminim i vjetëfisht. Dhe kjo ishte, le të themi, alarmi im. Sepse në shkollat e Prizrenit shkojnë ku janë qytetarët, ku jena na që nuk jemi qytetarë, e bojnë këtë përzgjedhje, edhe automatikisht ndahet, mande mos bëhet fjalë për fëmijët e komuniteteve, të cilat as nuk vinë në shprehje. Unë në fillim thash, e mendova kur e ceki këto problemet me gjyqësorin, neve as nuk na binën men problemet me gjyqësorin, me i trajtu ose me fol për to, sepse kemi ma shumë sfida bazike me cilat përballemi çdo ditë, se sa me na shku menja deri te gjyqësori. Nuk kemi shumë probleme me gjyqësorin, jemi popull i qetë, nuk bojmë telashe, e kemi atë rahatin ton, kemi sod, mundohemi me ndihmu tjerë të cilët po nisën prej vetës, momentin kur e shoh që ka mundësi me ndihmu dikujt, qoftë me mbështetje morale ose ekonomike diçka, kur e shoh që është për një men kushte të vështira, nuk hezitojmë, kështu që nuk na bjen me mendu deri te probleme gjyqësore ose sistemin e drejtësisë në Kosovë, për shkak se nuk kemi të lashe. Është komunitet i qetë, por sigurisht komunitet i shtypur dhe që do shumë punë për të quar përpara, sepse si po thua Nor, sikur kanë hyrë në atë guackën e të qenurit të pranueshëm me atë se çfarë kemi, e kjo është e gabuar dhe promovimi i njerëzve si puna jote është shumë i rëndësishëm që të bëhet në media sa më shumë. Ne po shkojmë me pak muzikë, por i kthehemi prapë me vazhdim bisedën me Norën këtu në studio.
Rikthyen përsëri për të vazhduar bisedën me kolegën time gazetare Nora Gjuzi, e cila I takon komunitetit egjiptian dhe e rëndësishme në këtë se çfarë po flasim ne është që të promovojmë njerëzit të cilët vijnë prej komuniteteve të ndryshme, kanë arritur që në jetën e tyre të arrijnë objektiva që I kanë vendosur vetes dhe çka shumë e rëndësishme të shërbejnë si model dhe motiv për të tjerët, e sidomos për vajzat e reja të cilat fatkeqësisht e tham pak më herët, po përfundojnë në martesa të hershme, në lindje të hershme. Kjo është e rrezikshme dhe kjo sigurisht se e çon prapa shoqërinë tonë në përgjithësi, sepse ne jemi një shoqëri jemi, sigurisht se jemi të ndarë tashmë në komunitete, në besime të ndryshme e tjerë, por që si shoqëri jemi të gjithë qytetarë të Republikës së Kosovës. Nor, dua të vazhdojmë prap bisedën dhe dua të sqarojmë pak keqkuptimet që kanë njerëzit. Flasim për komunitetet rom egjiptian Ashkali, por sikur njerëzit e kanë si të përbashkët këtë raje dhe duket sikur është një. Na fol pak për dallimet që janë mes tri komuniteteve. Termi raje e dim që është term antikushtetues, sepse në momentin kur thu raje ti po I shqetëson pra vetëm një. Tri komunitete në një. Por nuk janë, sepse romët kanë traditën e vet, kanë gjuhën e vet, kanë preardhjen e vet. Edhe Ashkalit po ashtu kanë traditën e vet, preardhjen, egjiptian gjithashtu. Por me Ashkalit dhe egjiptianët kanë një të përbashkët sepse kanë marrë traditat e vendit ku janë pozicionu. Në Shqipëri, egjiptianët kanë traditën të Shqipërisë, varësisht vendit ku ata jetojnë. Gjithashtu edhe në Kosovë kemi traditat e njëjta me shumicën shqiptare, e flasim gjuhën shqipe, festojmë, do të thotë me fe shumica I takon komunitetit musliman, festojnë festat që I kemi gjithë në Kosovë, përballen me sfidat e përditshme sikur shumica që përballet. Por shtesë dhurate kemi këtë pjesën e vështirësive sociale e ekonomike. Disa nuk e kanë, për shembull ata që nuk janë mirë me kushte ekonomike, e kanë shumë vështirë me I kërku drejtat e tyre. E kanë shumë vështirë me u përballë me një realitet tjetër jashtë lagjeve ku ata jetojnë. E kanë atë për shembull nuk mundesh disa prej pjesëtarëve të komunitetit edhe nëse I ndihmon, nuk mundet me u ndihmë mirë, është mësuar në jetën që e bën. E don qatë rati I vetën që e ka edhe nuk don me u përballë me sfidat e tjera sepse është I lodhën vetëse tu kërku drejtësi, tu I kërku që ato drejtat veta. Qasja e drejta e punësimit, qoftë të djemt, qoftë të vajzat, përfundimi një shkollimi adekuat, mosgjetja e venit të punës, për një jetë më të mirë ose për një stabilitet më të mirë financiar. Shumicën I ka bo për shembull me depërtu jashtë venit. Shumicën kjo është njëna prej arsyeve që I bën vajzat edhe mu martu herët me dal jashtë venit. Pse? Sepse e largon një barë prej vetës edhe thotë nuk jam e detyruar për shembull qoftë me mbajt familjen, po shkoj për atona dikon edhe e di vazhdon kjo tradita. Pjesëtarët e komunitetit egjiptian kanë pas këtë pjesën e farkatarisë, e cila është shumë karakteristike. Disa prej tyre kanë arrit me mbajt, disa prej tyre e kanë shu si zanat, ka zanatli shumë të mirë, që vazhdojnë me punu. Është një familje në Suarek që kur nuk kam arrit me intervistu, kur nuk pranojnë me intervistu, po që në bisedën e përditshme, kur kam shku për me bo pyetje, për me intervistu, nuk dojnë me u deklaru. Ka pjesëtarë të komunitetit egjiptian që nuk dojnë u deklaru si pjesëtarë të komunitetit egjiptian, po nga tjertë nuk janë pranu kur si shqiptarë. Kështu që krejt janë këtu ato sfidat edhe ato mendësit që të disa pjesëtarë të komunitetit ekzistojnë. Kjo pjesa e farkatarisë është karakteristike që disa e ruajnë me shumë pasion, me shumë fanatizëm, dojnë me përcjell brez pas brezi, po teknologjia, modernizimi I jetës, dinamika I jetës gjithmonë e ka bot vetën, edhe tash sikur shumicën që e ka prek edhe pjesëtarët e komuniteteve sepse jetojmë në një shtet. Edhe jo rrallë herë mundesh me gjetë pjesëtarët e komunitetit që nuk e din këtë zanat, e din që ata kanë neve, po jo shumica prej tyre e punojnë këtë zanat.
Dhe ajo që më intereson shumë, më intereson të kjo pjesa e diasporës. E përmende pak më herët që shumë të rinj dëshirojnë që të dalin jashtë vendit me idenë që të kenë një jetë më të lehtë. Ka shkuar shumë nga të rinjt egjiptian jashtë Kosovës? Po, ka një shumicë e madhe e tyre kanë depërtu jashtë vendit, vetëm për faktin që nuk kanë mujt me gjetë një vend të punës, nuk kanë mujt me gjetë një integrim të duhun, pavarësisht shkollimit që e kanë përfundu, pavarësisht krejt ati investimi në vetet që e kanë bo, kontributit që e kanë dhonë për shoqërinë kosovare në përgjithësi, sepse në momentin që ti jep prej vetës për komunitetin tonë, automatikisht dije që ke dhonë edhe për shumicën, sepse kjo shkon edhe në të mirë të shqiptarve, sepse din ti që të kanë pranu qashtu qyshje, ta kanë dhonë mbështetjen. Po në momentin kur ti nuk e gjenë vetën, nuk e gjenë qatë mbështetje, automatikisht këshyr rrugë alternative për me mujtë me depërtu jashtë. Jo me qatë nivel, jo me qatë rahati që këtu kanë mujtë me pas, pavarësisht ndoshta një rrugë shumë të vogël, po ndryshe është me konti në vendin tonë, edhe ndryshe është me dhonë kontributin me një vend tjetër që nuk je rrit, edhe nuk e ki dhonë energjin që e ki dhonë në fillim për shkollimin tonë. Unë mendoj që gjithçka është temencia, mendoj që gjithçka është bazë tek një edukim i duhun, edhe përmes me hek dorë prej shkollimit, sepse në momentin kur e kini shkollim duhun, gjithmonë kam thonë, mundesh me gjetë bre një punë, ndoshta jo se cili prej neve me njerë ka arrit shtu ku jena sot, sepse se cili prej neve ka mujt me bo një punë ose me qenë një punëtori dikujt fillimisht, deri sa e kemi arritë në nivel të duhun të vedisimit tonë që qëtash është koha me boni diçka për veti, edhe kom dhonë, mande ki drejt edhe me lyp një avacim, mande ki drejt edhe me kërku pak ma te për ndim, sepse ki qka me të regu, se sa ki dhonë kontribut të deri qëto për me arrit. Dhe thot, mendoj që pikrisht është shkollimi edhe nuk ka diçka tjetër që mundet me ndru gjendjen edhe të ardhmen e komunitetit egjiptian. Më intereson pak edhe kjo çështja e përfaqësimit në kuvend. Komuniteti egjiptian sa janë të kënaqur me përfaqësimin e tyre në kuvend të Kosovës? Ne kemi 50-50, kemi deri më tash kemi pas një ministër të administrimit të pushtetit lokal, kemi pas një deputet, komuniteti egjiptian gjithmonë ka qenë i përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, janë zhvillu politika të mira, ka pas mekanizma të ndryshëm të cilit kanë punu kundër diskriminimit, janë bu platforma të ndryshme për raportimin e diskriminimit, ka pas projekte, ka pas mbështetje qeveritare për ndërtimin e shtëpive, mbështetje për qendrat mësimore, bursa të ndryshme për student, po që e kemi pa, gjitha këto nuk kanë qenë të mjaftueshme për me ndryshu gjendjen e komunitetit egjiptian. Përfaqësimin, nuk i di, disa pjesëtar të komunitetit në kontaktin tonë të përditshëm kur dalim, për shembull kur dalim me realizu tema, disa janë të kënaqur, disa nuk janë të kënaqur. Po sigurisht çdo kon tjetër. Për çfarë po them është 50-50 sepse ata të cilët kanë përfitu janë të kënaqur. Këta të cilët nuk kanë arrit me përfitu dojnë një përfaqësim pak më të mirë, po ka kanë plotësisht të drejtë. Që kanë plotësisht të drejtë. Kanë plotësisht të drejtë, mos jenë të kënaqur dhe të kërkojnë të jenë të kënaqur pasi të realizohen të drejtat elementare për me jetu dinjitetshëm, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ajo që dua të theksoj në orë është fakti që ne duhet ta pranojmë fillimisht veten dhe të integrohemi në shoqëri, por duhet të punojmë shumë edhe si shoqëri që të pranojmë dhe të integrohemi me gjithë të tjerat. Unë e kujtoj rinin time dhe tash më kujtoj që kam pasur edhe vazhdoj të kem shumë shoqëri nga komunitete të ndryshme, madje një prej shokëve të mi më të mirë ka qenë i komunitetit Trom, edhe kemi kaluar jashtëzakonisht shumë mirë, kështu që ajo çka duhet të bëjmë sot është mos bëjmë hapa prapa, sepse nëse gjenerata ime ka bërë hapa përpara, sot këto gjeneratat po bëjnë hapa prapa me këtë bullizmin në shkolla, mos pranimin dhe raste të tjera siç e përmendëm pak më herët që kanë ndodhur në një prej shkollave në Prizren, por edhe ka sigurisht nuk po e mohojmë që ka edhe raste të tjera të cilat janë të izoluar. Edhe di me unë shef shumë mirë këto raste. Po di me unë shef shumë mirë, prandaj na duhet një edukim i masës edhe promovim i njerëzve të cilët janë të komunitetit edhe nuk hezitojnë të dalin dhe të flasin për komunitetin, sepse nëse njerëzit, siç e thatë pak më herët, fillojnë të mos e pranojnë veten dhe të mos promovohen si ata që janë,
shumë e vështirë të tjerët t'i pranojnë për atë që janë. Unë mendoj që edhe nuk e di pse nuk e kuptojnë, sepse unë me gojë plot edhe me shumë bindje e them që gjithmonë ka pas njerëz nga pjesëtarët e komunitetit, qoftë ram mashkali ose egjiptian, që deri në një periudhë të caktuar kanë punu në kurrez të pjesëtarëve të komunitetit, kanë arritur qëllimet e tyre për me u realizu, edhe në fund e anashkalojnë komunitetin, nuk pranojnë me u promovu si pjesëtar të komunitetit, se mendojnë që përderisa me kontributin tim nuk ka ndryshuar gjendja e pjesëtarëve të komunitetit, nuk po duam u paraqit, nuk dalin me fol, jo shpeshherë më pranojnë edhe me dhënë deklarata për emision ku trajtoj tema të ndryshme, edhe po gjithmonë ju kam thonë, qoftë në biseda private, po gjithmonë ne kam thonë edhe publikisht, mos mendo që Paulina ka me më respektu mu ma shumë të e refuzu on identitetin tem dhe të paraqit si shqiptare, po unë po besoj që Paulina shumë ma shumë ka me më respektu mu për çdo që jam, edhe Paulina ka me pa që për dirisa unë po munona me dhonë një farë kontributi edhe pe pranoj vetën, edhe po i pranoj që vi nga një komunitet i cili ka shumë sfida, besoj që Paulina e she realitetin edhe din që kjo është ajo forma e cila vlerësohet shumë ma shumë, tu e paraqit vetën edhe tu e pranu vetën edhe identitetin ton. Sepse nëse unë thom para syve ty jam shqiptare, po mbrapa shpinës unë me u identifiku me termin pejorativ që tashmë mu ka bo dhe si rutinë e ditës edhe nuk po ma vranë, mo veshin, Nora është e pjesëtare e komunitetit, tu e përdor termin pejorativ, këtu nuk e gëzoj unë atë respektin që Paulina duhet me ma dhonë. Po, kur unë e pranoj vetën, atëre kjo është që ti kime përqu mesazhin tënë edhe kime fitu respektin e masës, jo se cili prej neve është i përqyshëm për gjithë. Fiks, dhe nuk është e nevojshme të na pëlqejë. Nuk është e nevojshme sepse çu thot ajo fjala diçka s'është në rregull me mua nëse kretë më dojnë. Diçka s'është në rregull me mua, kështu që duhet me bëhet diçka që me pas pëlqimin e shumicës, edhe thjesht për më kon rahat, sepse unë shumica gjithmonë më kanë thonë, e pse ka shumë po vazhdon me potencu ose me thonë që je pjesëtare e komunitetit. O ku ka me marrë rasti, o ku ka me marrë venje, ka me dalë me foli dhe ka me pranu që jam pjesëtare e komunitetit edhe hiç nuk e kam të lashe. Pavarësisht çka mendojnë tjerët, a je gru, a je burr, a je shkollume, a si je shkollume, a jam çështu që jam, Nora jam, i takoj komunitetit egjiptian, e bardhë, e zezëm, dallove, sëm dallove, që kjo është Nora. Nor, unë me të vërtet të përgëzoj, sepse gjithë këto që i the sot janë porosi të jashtëzakonshme për gjithë komunitetin tuaj, por edhe komunitetet tjera, por edhe për komunitetin shqiptar, sepse në momentin që ne shohim njerëz të cilët fillimisht të respektojnë veten, pastaj sikur është në natyrën njerëzore, jo se ka të bëjë me shqiptarët, është në natyrën njerëzore. Sigurisht edhe në shkolla dhe kudo tjetër do stepem pak prapa dhe mendoj se pastaj është edhe mas edukuese, sepse do edukohen që ne duhet i pranojmë të gjithë të tjerët ashtu siç janë. Edhe ne kemi tmetat tona dhe ne kemi vështirësitë tona, askush nuk është le të themi perfekt, në anën tjetër jemi njerëz të gjithë. Dhe kjo na bën vetja me qenë ato jo perfeksionet që i kemi. Unë menoj që kjo na bën edhe pak për me u dallu si karakter që jemi, si personalitete, si ftyra publike, edhe në momentin kur je fytyrë publike, duhesh me di që fjala jote e ka një farë peshe edhe mundet me çu një mesazh deri dikon edhe deri te dikush. Dikush ka me ngu Norën, dikush ka me ngu Paulinën, edhe dikush ka me marrë që ato si të mirëqen, kështu që çdo fjalë e thon në publik, çdo veprim i yti në publik, dije që te dikush herë do kur do ka me ndiku. Nor, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme, unë me të vërtet të përgëzoj edhe të falenderoj, ishte një prej atyre bisedave që unë i bëra skip le të themi të gjitha pyetjet që kisha, sepse thatë shumë më tepër se sa unë që kisha pyetje, ishte shumë informuese, shumë motivuese dhe të falenderoj për zemrës. Faleminderit juve, shumë për ftesën.
Ishte ky një podcast tjetër, le të themi, sepse po bashkë bisedoja me një kolege gazetare ndër intervistat e ralla që bëjmë me koleget e mia gazetare dhe ishte kënaqësi e jashtëzakonshme dhe kështu është kur bëhen dy gazetare, sikur nuk përfundon asnjëherë dhe kemi ende shumë për të thënë, por ja që unë do e vazhdoj muhabetin me orën derisa juve ju përshëndes dhe dëgjohemi sigurisht javën tjetër në Glam Radio, por gjithashtu mund të na ndiqni edhe kanalin tonë zyrtar në YouTube, sepse aty do jenë gjithmonë të gjitha intervistat të cilat i bëjmë në këtë podcast me cast. Dhe ajo që dua të them sigurisht është që edhe një herë dua të tregoj që ky podcast mbështetet nga zyra për komunitetin e qeverinë e Kosovës dhe ideja e gjithë kësaj është që të promovojmë komunitetet të cilat jetojnë në Kosovë, vështirësitë e tyre, sfidat e tyre dhe t'i motivojmë të rinjtë e këtyre komuniteteve me njerëz siç është puna e Norës dhe të tjerët, të cilët kanë arritur që le të themi të depërtojnë aty ku kanë pasur synimet dhe objektivat e tyre dhe ja ku janë sot, duke folur për suksesin, sigurisht edhe për vështirësi, sepse suksesi nuk vjen pa vështirësi, por ja që gjërat të cilat synohen edhe mund të bëhen. Deri javën tjetër, miru dëgjofshim.